Njohësit e çështjeve politike po vlerësojnë se refuzimi i kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, ndaj ftesës së kryetarit të lëvizjes së Vetëvendosja Albin Kurti, ka hapur mundësinë që opozita të bëhet shënjestër e sulmeve nga Kurti. Përveç kësaj, njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se nëse partitë opozitare nuk tregojnë gatishmëri për konsensus, ata rrezikojnë të bien në grackën e agjendës shantazhuese të Serbisë ndaj Kosovës. Analisti politik Afrim Kasoli ftesën e Kurtit drejtuar Abdigjikut e cilësoi si të vonuar, por po ashtu ai as nuk beson se Kurti e ka dërguar një të tillë vetëm me motivimin për të shtrirë dorën e pajtimit ndaj partive opozitare, por më shumë si një alibi për ta përdorur refuzimin eventual të tyre për sulme politike, duke i akuzuar ata se kanë dështuar të jenë sinkron me interesat shtetërore. Kasoli theksoi se kjo lëvizje taktike po ndodh në një kohë kur sipas Kurtit, Serbia po përpiqet me të gjitha mjetet të sabotoj konstituimin e institucioneve të reja qeverisë, të dala nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Prandaj nëse partitë opozitare nuk demonstrojnë gatishmëri dhe vullnet për konsensus, ato me apo pa vedi rrezikojnë të bien pre kësaj agjende plot shantazh të shtetit serb ndaj Kosovës, theksoi Kasoli duke shtuar se më shumë se sa bashkëpunim real me partitë që aktualisht janë në opozit, Albin Kurti po synon ta shfrytëzojë këtë rast për të diskredituar ato para opinionit publik. Njohësja e çështjeve politike Makbule Shkodra tha se Lumir Abdigjiku duhet ishte përgjigjur pozitivisht ftesës Albin Kurtit dhe të shkonte në takimin e thirrur nga ai për konsultim për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. Abdigjiku duhet të shkonte dhe të diskutonte, sepse humbës janë gjithmonë ata që nuk janë pjesë e tavolinës. Duhej parë me këtë rast se cilat ishin planet e Kurtit, nëse ai kishte menduar për një qeverisje me LDK-n, deklaroi Shkodra, teksa dhe vlerësoi se situata gjeopolitike është e tillë që Kosova nuk ka kohë për të humbur. Kosova ka nevojë për një udhëheqje të përgjithshme që do të ndihmonte në heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian, përmirësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara dhe njëkohësisht arritjen e njohjes përfundimtare mes Serbisë dhe Kosovës, theksoi njohësja e çështjeve politike. Sipas saj, nëse alternativa me LDK nuk funksionon, zgjidhja duhet të bëhet përmes kryetarit të nismës socialdemokrate, Fatmir Limaj. Nëse LDK dhe LVV nuk arrin një marrëveshje, atëherë mbetet mundësia që Limaj t'i jap votat për formuar një qeveri me 61 deputet, e cila do të ishte një qeveri e brisht. Pasi kreu i nismas do kishte gjithmonë mundësinë që të kërkonte mocion mosbesimi në çdo kohë, në rast se ai vren se diçka nuk po shkon në rregull. Kujtojmë se një ditë pas ftesës së Albin Kurtit, Lumir Abdigjiku refuzoi ftesën e tij duke theksuar se një takim i tillë do të përbënte kapërcim fatal të dinjitetit njerëzor dhe politik. Abdigjiku ka deklaruar më tej se LDK-ja beson në dialog, në bashkëpunim dhe komunikim, por fjalët përçmuese dhe qasja e vazhdueshme e Kurtit dhe partisë së tij ndaj LDK-s dhe elektoratit të saj kanë krijuar një hendek të pakapërcyeeshëm bashkëpunimi. Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhëninë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka vlerësuar se procesi i krijimit të institucioneve të reja duhet të jetë proces të jetë i ndërlikuar dhe ka paralajmëruar se vendi mund të përfundojë në një cikël të ri zgjedhor. Pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufsa, ai ka theksuar se është e mundur që konstituimi i legjislaturës së 9 të jetë në dorën e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila ka siguruar 9 ulëse në kuvend. Nitaj ka shtuar se nuk ka asnjë tregues se lëvizja Vetëvendosje ka siguruar numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë së re të Kosovës, duke shtuar se gjithçka mbetet e hapur për opozitën, megjithëse edhe kjo përbën një formulë të komplikuar. LVV-ja ka siguruar 48 ulëse në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, ky rezultat nuk i mjafton për votimin e kryesisë kuvendit dhe as për formimin e qeverisë së re. Për ngritjen e institucioneve të reja duhet të paktën 61 vota nga 120 ligjvënës në total.
Antar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Abazi ka kritikuar kryeministrin detyrë Albin Kurti pas deklaratës së tij se Serbia po përpiqet të sabotojë kushtetutin e vendit dhe qeverinë e re të Kosovës. Abazi tha se Kurti në fakt po mundohet ta mbulojë dështimin e tij në formimin e institucioneve duke shkaktuar tension dhe panik në opinion. Kurti nuk mund të formojë qeveri dhe prandaj po përpiqet të krijojë panik dhe krizë. Kosova deri më tani nuk ka përfituar prej tij, ka thënë Abazi në një postim në Facebook. Ai pretendon se Kurti po qëndron ilegalisht në kryeministri edhe se të gjitha takimet dhe deklaratat e tij janë false, duke përfshirë, siç tha ai, intervistat që jep gazetarëve rus. Abazi më tej vlerësoi se narrativa e Kurtit për kërcënimin e sigurisë nga Serbia është në fakt një përpjekje për të vonuar formimin e institucioneve. Ai paralajmëroi gjithashtu se deklarata të tilla dëmtojnë interesat ekonomike dhe stabilitetin e Kosovës, veçanërisht në kohën kur, siç u shpreh ai, NATO po forcon prezencën dhe garancitë e sigurisë në rajon. Estetika e luleve përpiqet të mbulojë izolimin në të cilën ndodhet Kurti, si dhe masat e vendosura ndaj tij nga BE-ja dhe SBA-ja. Në të njëjtën kohë asnjë parti parlamentare nuk e sheh atë si partner, potencoi Abazi duke shtuar se Albin Kurti për hir të pushtetit dhe karikës shkeli premtimet dhe gjakun e aktivistëve. Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, deklaroi se që pas 9 shkurtit, Kosova është më afër zgjedhjeve të reja se sa krijimit të qeverisë së re. Sipas tij, Kosova ka nevojë për stabilitet politik, pasi nuk dihet se si administrata e presidentit amerikan Donald Trump do sillet me Kosovën. Ai tha gjithashtu se asnjë nga kombinimet për koalicion që mund të bëhen nuk arrin të krijojë një qeveri stabile, ndërsa e shikon këtë situatë shumë problematike. Kam përshtypjen se Kosova është më afër zgjedhjeve të reja se sa zgjedhjes së qeverisë, sepse sido që ta rrotullosh këtë listë, aty qeveria do të jetë dobët, problematike, e çoroditur dhe Kosova në këtë moment ka nevojë për stabilitet. Tashmë kemi një administratë amerikane që nuk i dihet se si ajo mund të sillet me Kosovën, e duhet të ketë një person të matur dhe i kujdesshëm. Unë besoj se Albin Kurti nuk është as i matur dhe as i kujdesshëm. Nëse ai sillet me këtë administratë si që sol me Joe Biden, nuk do të ketë një përgjigje të mirë. Mund të kemi rikthimin e tezave të shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Mund të shtohet presioni për të bërë asociacionin. Prandaj Kosova ka nevojë për një qeveri stabile dhe asnjë kombinim deri tani nuk e jep një qeveri të tillë, deklaroi Krisafi. Eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Marlind Laçi, duke komentuar deklaratën e djalit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili në podcast me presidentin serb Aleksandar Vučić i cilësoi sulmet e NATO-s në Beograd në vitin 1999 si përpjekje për të zbehur skandalin Clinton-Lewinsky në Shtëpinë e Bardhë, tha se ajo deklaratë është shqetësuese për shqiptarët dhe qasjen që mund të marrë Amerika në drejtimin e Donald Trump ndaj serbëve. Shqetësuese është marrëdhënia e djalit të Trump me presidentin Vučić. Është një temë që kultivohet te republikanët dhe kjo është shumë e rrezikshme për shqiptarët nëse Shtëpia e Bardhë merr qasje pozitive ndaj serbëve në Ballkan. Se qasje pozitive ndaj rusëve e tregoi me takimin Trump-Zelenski. Shpresoj shumë që amerikanët të mos jenë bërë pishman për ndërhyrjen ushtarake në Beograd. Ajo shprehje në Beograd e djalit të presidentit ishte shumë e rëndë, deri dhe flagrante, theksoi eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Marlind Laçi.